jo vetëm, por tani më zhvillimet e fundit tregojnë për një përshkallëzim të ri të çështjes së saj. Genz Gjokutaj do na bashkangjitet në këtë çast, nuk e dini se e kam për të thënë mirëmëngjes. Zoti Gjokutaj, e di që është një ditë e ngjeshur për ju kjo. Do doja komentin tuaj paraprakisht. Këto zhvillimet procedurale nga ana e BKH-s, a tregojnë që po rikthehet vëmendja te Balluku? Mirëmëngjes, Flavio edhe zotit Noa. Doni, Flavio, këto si veprime procedurale janë veprime të domosdoshme. Për të arritur atje tek e vërteta, po themi, dhe çfarë ka ndodhur. Por të gjitha këto veprime duheshin kryer përpara se të shkonte në kuvend Spaku, sepse Spaku ka shkuar në kuvend pa bërë këto kontrolle të domosdoshme, pa evidentuar prova të qëndrueshme, pa formatuar akuzën, pa i vënë ata akuzë që duhet, sepse akuza akoma është shkelje parazis në tender. Pra, në mos qoftë loj në fatet e Spakut, për një marrëveshje nga pakuintave, këto veprime duheshin kryer që në kryetarët. Pra, dhe mbasi të kryeshin gjitha veprimet e domosdoshme, kurse edhe koha po të një akuzë konkrete. Një akuzë e cila ose do konfirmohej, pra korrupsioni pasiv, ose nuk do të konfirmohej. Në mënyrën si po vepron Spaku, po konsumohet një afat procedural i cili, keni kujdes, në rast se ata do riformatojnë akuzën, një akuzë më të rëndë, do të shkojnë prapë në kuvend për të kërkuar një masë sigurimi si të parën, por të me fakte të reja, nuk kemi garanci nëse Edi Rama do e mbajtë 3 muaj të tjerë, gjë e cila e bën të pamundur marrjen e miratimit të kuvendit dhe dërgimin e çështjes në gjyq pa masë sigurimi. Tani, do doja të kuptoja diçka, zoti Ndoja. Në vlerësimin tuaj ju keni qenë i qëndrimit që ky ishte fundi i zonës Ballukut që në kryeterës, që nga dhjetori, po një pjesë e publikut u likshtuar në fakt nga, le të themi, një tolerancë që u duk sikur pati këto muaj. A mendoni se ka qenë kjo një kohë e nevojshme pas 12 marsit për organet e drejtësisë apo një kohë negociatash? Tani duhet ndajmë një qëndrim. E para bashkohem me qëndrimin e kolegut nga pikpamja profesionale. Po duhet të saksoj vetëm diçka, do them dy gjëra. Një qëndrim profesional që duhet të shtoj diçka për paralelizëm, edhe pjesa tjetër qëndrimi politik. Në aspektin profesional, po jo bëj paralelizëm. Rëndësia e faktit do të thotë vepra penale. Pra çfarë fakti ka kryer një individ para se sa të shkojë për një masë sigurimi e tjera. Ose në momentin final, në 34 kur i atribuohet akuzë. Të dhënat mjaftueshme për t'i atribuar akuzë, thotë Kodi i Procedurës Penale. Në rastin e kreut të opozitës, rëndësia e faktit pa e ditaj duke qëndruar në shtëpi bashkë me familjarët e vet, nga prokurori dhe nga gjyqtari, Ministra di Sigurezza Tavol ju vendosi masë sigurimi. Ai s'dinte asgjë. Ai thjesht zgjodhi që mos shkonte të paraqitesh në organin përkatës për masën që kishte detyrë paraqitje dhe për këtë fakt ka një dispozit tjetër që thotë mund zëvendësohet masa, po jo për rëndësinë e faktit, pra mos ta ngatrojmë. E njëjti fakt ngeli ai që mendonin prokurori dhe gjyqtari pa e ditë ky që ishte në shtëpi se çfarë fakti penal akuzohesh. Të më korrigjoj zoti Gjokutaj nëse them në gjë që është për faktet, jo për qëndrimin juridik, po për fakt. Tani ja zëvendësuan masën. Erdhën bën dhe procedurën pastaj që kërkohesh për masën tjetër që ishte një masë me rënd arresti në shtëpi dhe arresti në burg që kërkohet për heqje imuniteti dhe kërkohet autorizimi i kuvendit, u bë dhe ajo gjë. U shpreh vullnetin te ata. Shprehu dhe qendrim publik dhe shkoi u paraqit në çdo seancë, po tha dhe publikisht, unë do paraqitem sa herë të më flasin. Pas shumë përpjekjesh, nuk e di sa muaj, se me ditë i di zoti Gjokutaj, u zëvendësua masa e sigurimit.